në botë, kur kemi pa që më njëherë pas fillimit të konfliktit në mes Iranit dhe Izraelit, në vendin tonë minimalisht është vërejtur një ndryshim i çmimit të derivateve. E për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me ne në studio kemi Besar Dresha nga Lidhja e Bizneseve të Kosovës. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje mirë se gjej. Ndërkohë një lidhje direkte kemi edhe Fadil Berjanin nga shoqata e naftatarëve të Kosovës. Përshëndetje zoti Berjani. Përshëndetje. Ndoshta këtë bisedë kishim nisur pikërisht me ju nga që kemi një lajm të fundit ku është raportuar për armëpushime mes Iranit dhe Izraelit, për çka më njëherë është raportuar po ashtu se do ketë rënje të çmimit të naftës për 5%, cilat janë të reja sa i përket shoqatës dhe do ketë edhe këto zbritja do jenë edhe në Kosovë. Ne e bëndëm një njoftim me një status, sepse s'kem mundësi të ju përgjithmi gjithë gazetarve, e shfrytëzuam statusin ku ne mendojmë se marrëveshja e armëpushimit mes Iranit dhe Izraelit, tensionet janë ulur dhe çmimet e naftës janë ulur. Por, ta kem këto parasysh, se armëpushimi në qoftë se prishet, ose ka ndonjë sulm në zonat e naftës, çmimet mund të rriten sërish edhe ata shumë shpejt. Çmimet në territorin e Republikës Kosovës sot sillen 1.24 deri në 1.32 cent, ndërsa benzina 1.23 deri në 1.31 cent. Këtu bu panike madhe në media dhe çdo kohë se do të ketë krizë, do të kenë çmime ekstreme të larta, por lufta e ka bot veten, qytetarët tonë janë furnizuar me çmimet më të lira në regjion. Rast konkret sot, nëse më lejoni ta vazhdoj, çmimet në regjion janë Shqipëri 1.90 me 1.95 benzina dizeli, në Serbi çmimi 1.80, Malzi 1.50, Bosnë e ki 1.50, ndërsa Maqedonia Veriore ka çmim më të lirë shkaku që ka akcizën. Qytetarët tonë e dinë çfarë gjendje ekonomike janë, çfarë krize janë, çfarë të ardhura kanë, e dim që çmimi real kishte me qenë për qytetarët tonë të jetë njëra, po këtë çmim e përcakton beza dhe situata në botë tër globin ku është luftrat, këto e ka bot veten. Po mos harroni qytetarët të nderuar se luftra kur ka qenë në Ukrainë, çmimi ka arrit 1 pikë deri në 2 euro, ndërsa kjo luftë në krye me Trumpin do të thotë arritën vetëm 1.24 cent, nuk ka çmim ekstrem i rritur, kështu që qytetarët janë furnizuar me çmime shumë reale në tregun kosovar. Po, zoti Berjani, si shpjegohet kjo rritje e menjëhershme e çmimit të derivateve, duke pas parasysh që ato derivate të cilat kanë qarkulluar në treg i bie që të kenë qenë në stoqet e kompanive të ndryshme. Si shpjegohet një rritje e menjëhershme? Dëgjoj, asnjë tregtar i mençur që është nuk mund stoqe ekstrem shumë, përveç do kompanitë mëdha të cilat i kanë tender, sepse nuk është gjithë jenë humbje, se rrallë herë në fitim, më shumë po ka raste që nafta gjithmonë po hyp se që po zbrit. Edhe kjo është shumë normale që duhet biznesi të fiton diçka, jo të mendohet gjithmonë të shkelet një biznes, kur sot në tregun kosovar, maksimum çmimin e ki 1.32 cent. Do me thonë, çmimi është shumë real, edhe ai biznes ka taksa me pagu, ka punëtor me pagu, ka shumë obligime tjera me pagu, edhe ai do të fiton diçka, se nëse mendohet këtë mënyrë, jo la hypi shpejt e zbritit, çmimi për me zbrit, sot ka shpjegoj që të rast, ju lutem. Çmimi sot për me hyp, normal që hyp ma shpejt, shumë se vjen deri te rast konkret. Për me zbrit smunet, se sot në Berz është në ramje çmimi. Berza nuk është në Kosovë, po Berza është në Austri, e në Vjen. Çmimin e importon deri në Shqipëri, e bin kompanitë e mëdha. Pe dursit ne furnizohemi. Do me thonë, 4-5 ditë radhazi shkon deri sa tulet çmimi, ose nëse nuk i stoqe, brenda 1 dite, 2 dite hyp çmimi. Kjo është realiteti në tregun kosovar. Do me thonë, a e kuptove se si është pe hypja apo te zbritja? Po, e ndërum në bazë të kësaj që po thoni ju, i bie që kompanitë ndryshme të furnizohen sot për sot me njëherë të ato derivate të dalin në treg. Ne kemi pa që rritja e çmimit të derivateve
ka qenë prej ditës kur ka filluar konflikti. Nëse në mëngjes është raportuar për një konflikt të ri në mes Izraelit dhe Iranit, apo ku do të qoftë në lindjen e mesme, ne po a ditë kemi vrejtur faktikisht çmime të rritura të derivateve. Kjo si shpjegohet, sepse nëse ju thoni që nuk mbajnë kompanitë stoqe të mëdha, i bie që ata sot furnizojnë edhe me njëherë të dalin në treg ato derivate. Është mundur një gjë e tillë? Se është ndëgjë, veç po të regoj rastin konkret, që sot do të nafta të ra. Sot do nafta të ra. Sot ka kompani që i kam prue 50 autobota me të çmim 1.16.5. 1.16 u kom furnizimi. Sot furnizimi ka qenë 1.16.5. E para mendohet i tash qysh mundet me ullë atë çmimin që me shit me 1.10, qysh po thoni ju qytetarë nderuar. Ne nuk po përcaktojmë çmim, ne po kërkojmë vetëm sqarim si sqarohet faktikisht. Ky ndryshim i çmimit. Nëse ju thoni që sot për sot nuk mund të zbritet çmimi, atëherë si është mundur që të ngritet çmimi sot për sot? Kur ka një ndryshim në botë, çmimi i derivateve ndryshon me njëherë, sa i përket ngritjes së tyre. Ndërkohë nuk e vrejmë këtë ndryshim në rënjet e çmimit. Nuk është e mundshme me njëherë, s'ka ndodhur kur. Unë pse jam kryetar shoqate naftarëve, nuk e shoh që ka ndodhur më herë të rritet. Po e ka marrë importin e ri, stoqet ju kanë shpenzu dhe është shumë normale që është do të me rrit çmimin. Por ju ta dini që kena ne një merit shumë të madh shoqata naftarëve dhe gjithë naftarët e Republikës Kosovës se kanë arrit çmimin real të madh që një avdet që sa e ka fillu lufta, s'ka pas lëvizje të mëdha në tregun kosovar, ndërsa ka pas në tregjen ndërkombëtare lëvizje çdo ditë ka hyr çmimi $50 në ton. Para mendo tash çfarë rritje ka pas në për tregjen ndërkombëtare ndërsa në tregun kosovar. Këto çmime janë që një kohë gjatë. Në studio kemi edhe zotin Dresha, i pajtoheni me këtë çfarë thotë zoti Biriani? Sepse ne i shohim çmimet, jemi shumë prezent afër çmimeve. Po, sepse tregu i Kosovës është shumë i vogël sa i përket menaxhimit të çmimeve, sepse është një treg i vogël dhe eksporti dhe importi është një dallim jashtëzakonisht i madh. Dhe çmimet e naftës janë çmimet e cilat ndikojnë në bursë dhe për fat mirë mbrëm ka minus 5% ka rënë çmimet domethënë në bursë të naftës dhe besoj dhe shpresoj që edhe shoqata naftetarëve, por edhe bizneset në Republikën e Kosovës që merren me furnizimin e derivateve të ulin çmimet sepse çdo çmim është i lartë dhe jashtëzakonisht i dëmshëm për zhvillimin ekonomik për miqësinë e qytetarëve në përgjithësi, sepse ne dim çfarë situate dhe çfarë nivelit të ekonomisë dhe mirëqenies të qytetarëve i kemi. Kështu që i ftojmë edhe gjithë ato biznese të cilat merren me furnizim të energjisë, të derivateve të naftës që mos ta keq përdorin qoftë luftën ose A ka pas keq përdorim në fakt? Po nuk mund të supozojmë ne përderisa janë institucionet të cilat janë kredibile që duhet të merren me ato dhe ato janë ato të cilat duhet të verifikojnë dhe të bëjnë analizat qoftë çmimit blerës, qoftë edhe çmimit të shitës dhe aty mund të konstatohet. Është e vërtetë që kemi pasur lëvizje të çmimeve të menjëhershëm, mund të themi sepse bizneset që shëtha edhe zoti Biriani, bizneset tona furnizohen dhe kanë kapacitet jashtëzakonisht të vogël të furnizimit me sasi të mëdha, të cilat mund në një periudhë kohore të menaxhojnë gradualisht rritjen e çmimeve dhe këto furnizimet e vogla në tregun e Kosovës ndikon që çmimi automatikisht të ngritet më njëherë në momentin që ka lëvizje të çmimeve të bursës, qoftë rami ose të ngritjes. Nganjëherë qytetarët thonë se ku kemi rëmje të çmimeve në bursë, këtu vrihet gradualisht, ndërsa ku kemi rritje të çmimeve është treg i lirë dhe për këtë arsye dhe Kushtuta e Republikës Kosovës jep mundësinë se secilit a keq përdoret në fakt, jo vetëm prej naftetarëve, por në përgjithësi, a keq përdoret kjo çështja e tregut të lirë, nga që çmimi rritet brenda natës, ndërkohë për mosbërit kjo nuk ndodh. As kur situata normalizohet. Ka raste, nuk mund të themi që nuk ka raste, sepse për këtë arsye është edhe treg i lirë. Qytetarët e vlerësojnë edhe shkojnë aty ku çmimi është më i volitshëm, por për këtë arsye janë edhe institucionet, sidomos Agjencioni i Konkurrencës, është Agjencioni i Ministrisë i monitorimit të çmimeve që duhet të shikojnë se me çfarë çmimi kanë hyrë brenda doganën e Republikën e Kosovës dhe me çfarë çmimi po kemi sot në tregjet brenda të Republikës Kosovës me këto çmime. Për fat mirë sot edhe me ligj kanë secila kompani i çet edhe çmimet tek obligative për me shpall dhe kështu
që besoj që agjencionet duhet ta kryejnë punën e vetë dhe ta monitorojnë jashtëzakonisht shumë, sepse në situatat e tilla çdo ditë, çdo ngritje mund të ketë pasoja marramense qoftë të biznesit, por edhe në gjendjen familjare të ekonomike të Kosovës. Po si shpjegohet kur në të njëjtën kohë kemi ankesa prej qytetarëve për çmime të larta, për inflacion e gjithmonë të shtuar, në anën tjetër kemi edhe ankesa të bizneseve, sa i përket mundësisë të bërit të biznes edhe sa i përket ndoshta edhe mbijetesës së tyre. Si mund të shpjegohet një gjë e tillë? Kush mund të jetë fajtor në këtë mes? Po, të bërit biznes në Republikën e Kosovës është në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, sepse dita ditës po kemi vendime të cilat po e dëmtojnë realitetin e të bërit biznes në Republikën e Kosovës, siç ishte rasti edhe i luftës tani në Izrael edhe Iran, por njëkohësisht edhe vendimet e njëpasnjeshme nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës që kanë ndikuar në një gjendje të rëndë të bizneseve, kur shumica e bizneseve luftojnë për mbijetesë, shumica kompanive prodhuese janë duke përballur me probleme të njëpasnjeshme, sikur që ka qenë edhe problemi tjetër fuqia punëtore me liberalizimin e tregut dhe me liberalizimin e lëvizjes të qytetarëve jashtë vendit. Kështu që prodhimet dhe kompanitë Kosovë janë në situatë jashtëzakonisht të rëndë dhe ne si lidhje bizneseve kemi kërkuar që duhet të nxjerrin politika stimuluese dhe vendime të cilat ndikojnë në përmirësimin e të bërit biznes në Republikën e Kosovës. Sa i përket shkëmbimeve tregtare, ne jemi dëshmitar se mbi 80% kemi import dhe kjo e bën jashtëzakonisht e rëndë ekonominë e Republikës së Kosovës dhe mundësitë e Kosovës ta menaxhojnë çmimet dhe inflacionin janë, mund të themi, minimale, të cilat apo mund të themi që s'ekzistojnë fare për të bërë sado që prodhuesit tonë mundohen me kapacitetet e tyre. Për këtë arsye ne kemi kërkuar vazhdimisht nga Republika e Kosovës, nga institucionet e Republikës së Kosovës që duhet të bëjnë disa politika stimuluese sa i përket prodhimit, që prodhuesit tonë sadopak të mundohen që të neutralizojnë çmimin e inflacionit, sepse çdo lëvizje, çdo luftë mes shteteve, Kosovën e prek më shumti me krahasim me shtetet tjera, sepse prodhimi është një nivel jashtëzakonisht i vogël. Po, më fal, zoti Beriani disha t'ja bëj një pyetje. Zoti Beriani thatë që në rast se vazhdon kjo luftë mund të ketë prapë ndryshim të çmimit të naftës. A mundet të ketë aktivizim të Ministrisë së Tregtisë sa i përket çmimit tavan, të cilën e kishte vendosur më herët? Dëgjoj, çmimi tavan jo, po mosh fitimi tash është në udhëzim administrativ, është nëse lëshohet vendimi ai udhëzim administrativ zbatohet në sektorin e naftës, ju lutem, atëherë Kosova ka shansa të jetë pa naftë, se importues nuk e kanë atë vullnet të importojnë derivatet naftës me 2 cent. Ju lutem, treg i hapur i lirë dhe Kosova nuk jetë pa derivatet naftës edhe me kanë një krizë. Jo, vendimit shohet në këtë situatë, krejt bota qohet në kam, edhe mundohen me mbulu këtë sektor, sa ma let t'ja bëj furnizimet, sa ma let këtë bollëf derivatet naftës në tërë globin, e ne qomi qesën vendimi është këtë vendim këtë situatë, o shumë i gabushëm. Por zoti Dreshaj nuk përmeni diçka që gjithherë të gjitha produktet bazë ushqimore janë rritë në emën naftës, nafta shtrejt. Po nafta shtrejt sot një herë 24 cent nuk është, kur shporta e qytetarit me shtrejt nuk ka qenë, edhe se thire në emën naftës, nafta o hypë, s'po kemë qarë pa hypë produktet. Të kësha lutë, zoti Dresha ju ka mirë me elaboru situatën e marketave që janë të bu, mos i mbroj ata, edhe ja vlen flasë për këtë situatë, se nafta nuk është shtrejt dhe nafta është në mrena soda, mrena kornizës që qytetarit mund me përballu. Zotri Dreshaj, një pyetje drejtuar nga zoti Beriani, sa i përket çmimeve nëpër marketet. Mendoj që ishte shumë kritik sa i përket naftave. Nuk i kritikova as naftetarët, po as nuk i kritikoj as nuk përmbroj as një biznes, por ne vetëm po kërkoj nga institucionet që ta bëjnë punën e vet, gjitha institucionet të cilat janë thirrën dhe janë kredibile për të ushtruar detyrën dhe funksionin e tyre sipas ligjit në Republikën e Kosovës. Ne kemi kërkuar vazhdimisht nga bizneset, pa më parasysh vetëm bizneset tregtare dhe për bizneset prodhuese, që të mundohen sado pak ta menaxhojnë një situatë me tregun e tyre në Republikën e Kosovës, sepse
unë e potencova edhe me heret sepse jemi në një situatë jashtëzakonisht të ndihshëm, jemi në situatë jashtëzakonisht të rënd të Berit Biznes Republikën e Kosovës dhe kompanitë tona po përballen me sfida, me probleme të njëpasnjeshme dhe kapaciteti i kompanive tona nuk është ai i cili mund ta menaxhoj edhe importin sa i përket në territorin e Republikës Kosovës. Po cilat janë këto probleme me të cilat po ballafaqojnë bizneset e që ndikojnë që faktikisht të kemi këto rritje të çmimeve dhe që automatikisht ndikon edhe në mirëqenien e qytetarëve? Po janë një vargë probleme të cilat biznese po përballen. Nuk kemi politika fiskale të cilat kanë bërë ndryshime. Do të thotë prej vitit 2016 ne ende nuk kemi plotësim ndryshim të politika fiskale që do ta mbështet dhe do ta promovon sa më shumë në sektorin e prodhimit, ndërsa nuk kemi edhe ligj të cilën i mbështet bizneset të Republikës Kosovës dhe njëkohësisht Qeveria e Republikës Kosovës ka punuar jashtëzakonisht pak sa i përket mbështetjes dhe subvencionin e prodhimeve vendore që ta ngritë sa më shumë nivelin e prodhimit, që të kemi shkëmbime tregtare mes eksportit dhe importit, të kemi pothuajse barabartë, se kur të kemi një eksport sa më të madh se Republika e Kosovës, atëherë ne kemi mundësi dhe kapacitet që ta menaxhojmë edhe çmimet e tregut të Republikës e Kosovës. Po ashtu vendimi nuk folje për shportin e qytetarit, nuk folje për tregot qysh është shporta e qytetarit në krahasim me naftën. Unë besoj që kjo do shta vje dhe si pasoj e çmimit të lartë të rrymës, nga që bizneset së fundmi janë prekur edhe nga çështja e energjisë elektrike. Për shembull ka mungesë të fuqisë punëtore. Është rrit pagat për secilën kompani për punëtorët e vet, janë detyruar që të rrisin pagat, kompanitë private janë i hap para shtetit dhe para institucioneve sepse kemi të bëjmë edhe me sigurimin shëndetësor të safet të tyre. Po ashtu vendimi ZRS i cili ishte vendim jashtëzakonisht i dëmshëm. Për fatmirësisht sot gjykata e Prishtinës ka marrë vendim që të pezullohet si vendim dhe ne e kemi mbështetur dhe mbështesim vazhdimisht liberalizimin e tregut të energjisë, por jo në një veprim i tillë i dhënshëm për të dalë në treg para se bëjnë përgatitjet dhe para se të kryejnë procedura sipas licitacionit të fuqi. Ne kemi pas një vendim jashtëzakonisht i dëmshëm dhe ka qenë një mesazh të rënditës jo vetëm për bizneset vendore, por ka qenë mesazh edhe për investorët potencial që kanë dashur që të vinë në Republikën e Kosovës. Ne kemi kërkuar dhe kërkojmë vazhdimisht që nga institucionet që mos nxjerrin vendime të cilat e dëmtojnë të Berit Biznes, por vendimet të jenë në koordinim me përfaqësues të bizneseve dhe mos të nxjerrin vendime nëpër kabinete sepse nuk kanë informacion dhe nuk e dinë gjendjen në të cilën përballen bizneset. Do të thotë edhe mungesa e institucioneve dhe formimi të institucioneve të Republikës Kosovës është një gërç politik i cili po reflekton jashtëzakonisht shumë në ekonominë e përgjithësi. Këto vendime të cilat nuk përformuan qeveria e Republikës Kosovës dhe parlamenti, ne po rrezikohem që të humbin miliona euro nga Bashkimi Evropian dhe nga donatorë të ndryshëm të Bashkimit Evropian dhe situata dhe në Republikën e Kosovës është jashtëzakonisht e keqe, për shkak se nuk ka qarkullim të paras publike, nuk kemi investime kapitale të cilat Kjo që po thotë Diberiani ka të bëjë ndoshta me shportën e një familje ku është rritur themi çmimi. A ka të bëjë kjo si pasojë e një themi inflacioni, një keq menaxhimi tjetër, apo ka të bëjë që disa prej bizneseve kanë vendosur që t'i rrisin më shumë çmimet sa ndoshta që janë në realitet. Dhe gjithmonë referuar kësaj edhe tregut të lirë të cilët e përmendët, që thatë që edhe bizneset janë të lira të vendosin çmimet. Republika e Kosovës është treg i lirë dhe Kushtetuta e Republikës Kosovës në 90 e garanton një treg të lirë të Republikës Kosovës, sepse nuk kemi të drejtë askush që cënon qoftë një biznes apo biznesi tjetër për marzhën apo për prodhimin e tyre. Kështu që është një treg i lirë, por bizneset tona ne jemi dëshmitar sepse ne kemi edhe landën e parë importojmë. Dhe prodhimi në Republikën e Kosovës është një kosto jashtëzakonisht e madhe, kur dihet që landa e parë importohet, kur dihet kostot e transportit dhe njëkohësisht pastaj edhe ngarkesa të tjera të cilat vinë deri në përfundimin e një produktit final. Dhe njëkohësisht duke parë edhe konkurrencën, edhe tregun e jo fair sa i përket Bashkimit Evropian, ku e dim ne se kemi edhe një treg nga ana e Kinës, e cila jashtëzakonisht shumë i sulmon prodhimet tona, prodhimet vendore, atëherë në kompanitë tona nuk është e vërtetë dhe nuk ka mundësi që kompanitë tona të keq menaxhojnë ose të keq përdorin ndonjë ndryshim të inflacionit, sepse vetë fakti që ne kemi një
në import mbi 82-83% në Republikën e Kosovës, atëherë kompanitë tona nuk mund ta menaxhojnë çmimin, por çmimin e menaxhojnë më shumë importi i produkteve të cilat vijnë për prodhime tjera. Shumë të lartë para një viti gjys 2, nëse nuk gabohem, të vajit, ku kishte shkuar 1 litër vaj deri në 3 euro, ndërkohë që shumë vaj ishte gjetur edhe në depot e shumë marketeve. A është kjo një formë e keqpërdorimit ndoshta themi këtu tregu të lirë? E kam një pyetje nëse bën. Nëse bën një pyetje, a keni edhe ndonjë pyetje lidhur me natën se jo, zotit thirrje të mëdha? Zoti Beriani, ne ju falenderojmë nëse vetë se koha juaj është e limituar, ju falenderojmë juve. Respekt për juve, respekt. Falenderoj shumë. Po, ishim duke folur për mundësinë e keqpërdorimit të çmimeve, themi kështu nga biznesi. Në periudhën kohore me të cilën po aludon është periudha kohore kur ka qenë lufta, fillimi i luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, edhe çmimet e vajit kanë shkuar deri në 10 euro në tregjet e Evropës, ndërsa Kosovë ka sillur diku në 3 pikë diçka, eventualisht 4 euro. Prapë ju them që lënda e parë është ajo e cila blehet prej shteteve të ndryshme dhe nëse ti lëndën e parë blen mbi 50% me shtrejt sa që ke pasur me herët, atëherë automatikisht edhe produkti final që prodhohet në Republikën e Kosovës do delë mbi 50% si kosto me shtrejt. Ato alodimet e cilat janë bërë nga ona e inspektoratit, nga ona e medjave që është qëndruar në depo, atëherë ajo është një politikë e kompanive të cilat ata e morin riskun përsipër për të bërë tregtinë e tyre të cilat i kanë planifikimet dhe i kanë politikat sektoriale të kompanive të tyre. Ndosë kompania mundohet ta bllokon në depot e tyre ndonjë sasi, por nesër mund të tregu të bjen komplet të lirohet dhe atëherë kompania merr riskun e vet që mund të ngarkohet. Por situatat e tilla ne e dimë edhe shumë mirë ku kemi krizë të tregjeve, atëherë disa kompani e ruajnë për shkak situatave me të rënda për të pasur dhe mos të rrezikohet tregu atëherë mas po pasur produkte të tilla. Pse këto kompani nuk i nxjerrin në treg këto produkte me çmimin e ulët. Nëse sot është zbritur, është rritur gjatë me çmimi, këtë rast i vajit edhe është zbritur pas disa ditësh. Ka pas asi të konsiderueshme në stok. Pse vazhdon që prapë në tregun ton kosovar ti shohim me produktet me çmime të larta? Pse bizneset nuk kanë këtë funksionim, këtë sistem të funksionimit që nëse zbritet çmimi edhe në treg të dalë me çmim të lirë. Fadili nuk e ceku ma herët, ndoshta i iku ose ka jap dikun tjetër intervistë dhe nuk e japi informacionin e saktë. Produktet të cilat ti përset për tregun e Kosovës, bëhet pagesa 3 javë deri në 3 muaj ditë më herët. Do të thotë furnizimi i produkteve bëhet më herët, përsa pastaj kosto edhe transporti vonohet derisa vjen molli final. Kështu që nganjëherë nuk duhet të keq kuptojmë edhe kompanitë të cilat ndodhë që para 3 ditëve ka bu furnizimin me derivatet e naftës X kompanije, me çmimin e cilën ka vluar rritja e çmimit sa i përket inflacionit, ndërsa atina edhe 2 javë ditë ndoshta nuk i vjen produkti final në Republikën e Kosovës, dhe atëherë i bën që çmimi të jetë pothuajse edhe me humbje për të shitur në treg, sepse çmimet veç kanë. Po tani është edhe kjo pjesa tjetër, drejta kjo është tregtia, sepse herë profiton dhe kjo është tregtia. Por unë dua t'ju them që çdo kompani e cila mundohet ta keqpërdor dhe ta shfrytëzon situatat e tilla, unë e vlerësoj që është çështje e gabueshme, por nuk është e mirë edhe për kompaninë, sepse ajo do ta dëmton imazhin e vet dhe do të delë jo serioz në tregun e Republikës Kosovës dhe të konsumatorët, sepse konsumatorët fundit janë ata të cilët janë pronor të gjithë kompanijës, sepse pa e konsumuar produktin e tyre, kompania nuk mund të mbijeton dhe nuk mund të prodhon. Kështu që qytetarët janë ata të cilët e vlerësojnë se çfarë kompanie dhe çfarë produkteve ka pas lëvizje të shpejtë dhe kush e ka është munduar ta keqpërdor në një situatë të tillë, atëherë asaj kompanie nuk mund të flitet për situata të mira për të ardhmen e tyre. Po, studentë, po duhet më ndal pak te vendimi i gjykatës komerciale pikërisht për çështjen e energjisë elektrike për bizneset, çka ndodh tash me këto bizneset të cilat kanë nisur që të sigurojnë furnizimin e energjisë elektrike në temi vet, ndryshe prej qytetarëve të tjerë të cilët furnizohen nga Kecko.
Po lidhja e bizneseve vazhdimisht ka kërkuar nga institucionet, nga qeveria, nga zëreja që një vendim i tillë mos të miratohet, sepse është një vendim tepër i dëmshëm, është vendim shkatërrues për prodhimin vendor dhe është vendim sipas planifikimeve tona dhe sondazheve të cilat i kemi bërë në teren, ka reflektuar që dikon mbi 47.000 vende punës mund të rrezikohen nëse implementohet një vendim i tillë. Po ashtu kemi kërkuar që të jetë një fazë tranzitore deri në 2027 mos implementohen, por gjatë kësaj periudhe kohore të ulem të gjitha institucionet dhe së bashku të bëjmë paraprgatitjes që në momentin se fillon të implementohet ky vendim, mos ketë pasojë nga asnjë ndonjë institucion dhe të vazhdojmë në mënyrë të mirë drejt hapave të zhvillimit ekonomik. Por për fat keq këto veprimet tona, këto kritikat tona, këto shqetësimet tona, këto rekomandimet tona kanë gjetur në vesh të shurdhër qoftë qeveria, qoftë zëreja. Është vërtet që ka interesat të dikujna për ta bërë sa më shpejt një vendim të tillë, sepse ne e dimë që çdo implementim i vendimit duhet të fillon me fillimin e vitit kalendarek dhe jo në gjysmën të vitit kalendarek dhe për fat mirë sot gjykata e komerciale në Prishtinë ka nxjerrë një vendim nga ana e operatorit ekonomik i cili ka paditur zërejën dhe ne tani kemi kërkuar sot nga zëreja që një vendim i tillë të shfaqëzohet komplet dhe të njoftohen gjitha institucionet që një vendim i tillë është i kundërligjshëm derisa të kryen gjitha procedurat tjera. Kështu që si lidhje bizneseve kërkojmë nga zëreja që të dalë sot me njoftim që ky vendim nuk do të implementohet dhe do të vazhdohet në mënyrë të rregullt siç ka qenë më herët dhe më një herë të vazhdojnë në paraprgatitjet për të përgatitur tregun për çfarë do vendimi tjetër për tregun e lirë të energjisë. Ne nuk jemi kundër tregut të lirë të energjisë, por ne jemi kundër çdo vendimi të dhënshëm i cili është nxjerrë para se bëhet përgatitjet e furnizimit dhe kompanive të tjera. Ne jemi dëshmitarë që mos është miratuar një vendim i tillë nga zëreja, mas 3 ditëve zëreja ka mbajtur një mbledhje dhe i ka certifikuar apo i ka licencuar 3 kompani tjera, sepse nuk kanë pasur kompani të cilat kanë furnizuar tregun e Republikës Kosovës. Kështu që ne kërkojmë që çdo vendim të bëhet në konform me vendimet dhe institucionet përkatëse, me përfaqësues të bizneseve, që këto vendime mos bëjnë ndesh edhe me legjislacionin e fuqishëm. Çka ndodh nëse zëreja nuk e respekton vendimin e gjykatës supreme? Zëreja ka obligim që t'i zbaton gjitha vendimet e organeve drejtësisë, sepse është në kuadër të Republikës Kosovës dhe të organe ka obligative për t'i zbatuar në vendimet e tillë. Po, zotëri Dreshaj, e përmendëm më herët që çmimi i naftës ndikon edhe në çmimet e produkteve tjera, në anën tjetër edhe ky vendimi i zërejës për të dalë në tregun e lirë disa prej bizneseve, pa të ndikuar në disa prej çmimeve në vendin tonë. Në këtë situatën të cilën jemi, është përzulluar një vendim i zërejës, në anën tjetër ka filluar rënja e çmimit të derivateve. I bie që edhe bizneset e Kosovës tash të zbrisin çmimet? Po, sepse çdo kur kompanitë tona furnizohen me lëndën e parë me të lirë, kur kemi një kosto me të lirë të transportit të cilat të bartën produktet e tyre në përtregjet, atëherë automatikisht ne kupton që edhe bizneset e Republikës Kosovës, kosto e prodhimit të produkteve të tyre finale do të jetë me një kosto me të pavarshëm, me të lirë dhe atëherë është interes edhe i kompanisë që dalim me treg më të lirë dhe konkurrencat e jonë të jetë më e përshtatshme. A janë bizneset kosovare e themi aq korrekte në të bërit biznes sa dhe të zbresin çmime, duke pas parasysh që 2 prej faktorëve që ata kanë ndikuar në rritjen e çmimeve tashmë janë tërhequr, themi kanë rënë. Po ne kemi dëshmuar si bizneset e Kosovës gjithmonë ka qenë shumica e bizneset e Kosovës kanë qenë korrekte dhe gjithmonë e kanë kuptuar edhe kanë mirë kuptuar situatën të cilën jemi përballur dhe unë i bëj apel edhe nga mediumi jo që çdo biznes i cili tani tutje do të furnizohet me çmime më të lira, qoftë me furnizim të derivateve, po qoftë edhe me çmime të tjera, atëherë produktet e tyre të dalin në treg me çmim më të përshtatshëm për mundësitë dhe kapacitetin financiar të familjarëve të cilët në tregun e Kosovës gjendja ekonomike dhe mirëqenia e qytetarëve në përgjithësi është jo e mirë dhe është një gjendje bukur e rëndë. Mbi 60% të qytetarëve të Republikës Kosovës, bazë sondazheve që ne i kemi bërë, mund të themi që paga pagës nuk ja pret dhe
nuk ka luks më mirëqenien e qytetarëve të Republikës Kosovës, por është luftë pothuajse për të bërë një jetë normale ose për të mbijetuar për shumicën e familjarëve, të cilët vërtet të hyrat janë të vogla, por shpenzimet janë tepër të mëdha dhe çdo ditë inflacioni po e bën. Tani kemi edhe një inflacion heshtur që çdo ditë po e rritë edhe shportën e konsumit, por njëkohësisht edhe në përgjithësi çdo shërbim po bëhet edhe më shtrejt. Ky inflacioni i heshtur të cilët e përmendët, ka gjasa reale që ky inflacion të shkon në rritje sipër, apo të mbetet në këtë stad që është momentalisht? Po ne jemi ata të cilët nuk kemi mundësi për ta menaxhuar një situatë të tillë, por kjo varet nga orientimet e Evropës por edhe të botës, sepse ne jemi dëshmitar aq larg është Irani dhe Izraeli, por pasojat po jenë edhe te ne dhe te secili qytetar dhe secili shport të konsumit. Kështu që varet nga ona e paqes në botë dhe nga ona e ndalesave të luftrave të fundit të cilat po i kemi, dhe nëse kemi një neutralizim situatës, atër kemi edhe një rrëmje graduale të inflacionit që pastaj do të binë dalkadale dhe do të rregullohen komplet çmimet e tregut dhe në përgjithësi do të kemi një konsum më të mirë dhe më të lirë. Po megjithatë çfarë duhet të bëjnë institucionet kështu kësaj situate? Cila është zgjidhja, themi kështu, për të dalur nga kjo situatë? Po, qysh kanë bërë disa shtete, atëherë dashur që Republika e Kosovës të bënë disa subvencionime, lirimin e TVSH nga ona e produkteve elementare të shportit të konsumit, dhe kjo do të ndikonin edhe njëkohësisht mbështetja e bizneseve prodhuesve vendor, dhe kjo do të ndikonin që mos të ngritin çmimet e menjëhershëm, por të shkojmë në një ngritje të cilat nuk do të ndikojnë direkt apo nuk do të jetë barë direkt nga ona e konsumit. Qeveria e Kosovës do duhej që nga fillimi të merrte masa sa i përket sidomos në çështjen e taksave, apo jo? Po, gjithmonë në momentin që kemi të bëjmë me situatat të cilat ka të bëjnë me inflacioni, ne jemi dëshmitar që edhe 2020 në kohën e pandemisë kemi pasur një shtrëngullim të tregut, dhe edhe në kohën e 2021 së luftës mes Ukrainës dhe Rusisë, por kemi pasur veprimet e cilat qeverit me njëherë kanë bërë hapat të cilat i kanë subvencionuar qoftë pagën e punëtorëve, qoftë formën e ndryshme të fakturave të qirasa ato, të cilat sadopak kanë ndikuar që kompanitë të menaxhojnë ngritjen e çmimeve të produkteve mos jetë të menjëhershëm dhe mos ketë pasojat të mirëqenies e qytetarëve. Kështu që nga ana e qeverisë ne kemi bërë një varg kërkesave dhe rekomandime që duhet që të bëhet ndryshimet e politikave fiskale, duhet të bëhet ndryshimet e investimeve strategjike në Kosovë sa i përket legjislacionit, dhe njëkohësisht duhet të heket tarifa apo pagesa fillestare në dogan të produkteve të cilat paguhet TVSH-ja më njëherë se hinë produktet Kosovë, dhe atëherë kemi kompanitë të cilat detyrohet të morën kredi për të paguar TVSH-n, por produktet e tyre mund të jenë deri një vit apo 2 vite pa dalur prej depos para dalur në treg, dhe atëherë bizneset po bllokohen me mjetet të cilat e paguajnë TVSH-n start. Ne kemi kërkuar sikur disa shtete të cilat i kanë dhe Kosova të heqë TVSH-n në dogan për të bëhet TVSH-ja në momentin që shitet produkti, të ngarkohet TVSH-ja dhe shteti të përfiton, sepse shteti me këtë veprim nuk humb asgjë, por në qoftë se bizneset e ka barë fillestare të pagun TVSH në dogan, atëherë pse bizneset të pagun me kredi edhe me rata që shedim nësë që kemi kamatat e larta, por të pagun gjatë fazave të cilat e lansën produktin e tyre në tregun e Kosovës. Po në anën tjetër e thatë që politikat fiskale do të ndikonin që të kemi edhe ambient më të mirë për të bërë biznes, po në anën tjetër do të ndikon të ky ambient edhe në çmime më të favorshme në treg. Por këto politika fiskale dim që duhet kohë për të ndryshuar, është proces pak më i gjatë. Po në situatën në të cilën jemi aktualisht, cilat janë veprimet konkrete që duhet të ndërmarrin institucionet tona në mënyrë që të kemi një treg më të favorshëm për qytetarët? Qeveria e Republikës Kosovës duhet të formohet sa më shpejt, sepse në një situatë të tillë ku kemi një qeverisje në detyrë nuk ka dhe kapacitete dhe mundësi vendimarrës të cilat do të ndikonin direkt pozitivisht në tregun e Kosovës. Ne kërkojmë nga
deputet e Parlamentit Kosovës që të formojnë sa më shpejt Parlamentin dhe të formojnë institucionet përkatëse. Pastaj secili institucion duhet ta ketë prioritet ekonominë dhe në kuadër të legjislacionit ta kenë prioritet edhe fushat e legjislacionit, ligjet të cilat përballen me reformat të cilat kanë në tregun e Republikës Kosovës. Për fat keq na kemi shumë ligje të cilat funksionojnë pothuajse prej 2003-s, 2006-s së tutje, të cilat nuk kanë bërë update ose nuk ka pas plotësim ndryshime të këtyre ligjeve. Ne kemi një investim ligji investime strategjike i cili është miratuar në 2016 dhe nuk ofron fare investorëve potencial për marrë më investu në Kosovë kushte më të favorshme sikur që i ofron tregu i Serbisë, i Shqipërisë ose i Maqedonisë, dhe ne kërkojmë që të eliminohen disa burokracitë të cilat i kemi mes nivelit qendror dhe nivelit lokal. Kemi kompanitë të cilat do të vinë në fushën e energjisë për me investu, por për fat keq me pëlqimet nivelit lokal, me pëlqimet në nivelit qendror, me licencat, me dhënien e lejes për të investuar, kompanitë zhagiten në herë një institucion dhe atëherë kompanitë shohin një jo seriozitet dhe ikon që të investojnë në tregun e Maqedonisë, domos sa i përket energjisë solare dhe panelave solar, dhe kjo e bën që Kosova mos të jetë si vend atraktiv dhe njëkohësisht kjo nuk i ndihmon kompanive që sadopak të bëjnë një ulje të çmimeve të cilat do t'ja ndihmon qoftë me çmimet e energjisë, po qoftë edhe me subvencione në forma të tjera. Ne kemi kërkuar nga institucionet që të formohen sa më shpejt, sepse ne jemi dëmtuar pothuajse që 3 vitet e fundit me miliona euro sa i përket subvencione dhe kredite pakamod nga ana e Bashkimit Evropian. Dje e dëgjuam edhe ministrin e financave i cili akuzonte që duhet ta avortojmë qeverinë sepse kemi rrezik që t'i humbim ato. Ai ministër është dashur që këtë deklarata thot edhe para një viti edhe para 2 viteve kur kemi qenë dhe jemi sanksione, sepse ne kemi humbur miliarda euro mund të themi në tregun e Kosovës dhe ato para të cilat nuk janë futur në tregun e Kosovës kanë ndikuar në komplet shtrregullimin e zinxhirit të bërit biznes të Republikën e Kosovës, por kanë ndikuar edhe në mirëqenien e qytetarëve sepse çdo cent që vjen në Republikën e Kosovës, ai cent do të reflekton edhe tek ju edhe tek secili qytetar, sepse për fat keq kemi pasur edhe realizim të investimeve kapitale në një shkallë shumë të vogël dhe kur paraja publike nuk hyn në treg, atëherë çrregullohet komplet sistemi dhe krijohet një lloj krize financiare dhe krijohet një çrregullim dhe tikon pastaj edhe tek mirëqenia e qytetarëve, sepse investimet kapitale është një impuls jashtëzakonisht pozitiv që ndikon në mënyrë zinxhirore në të gjitha skemen edhe të prodhuesit, edhe të ndërtuesit, por edhe të qytetarëve të cilët edhe të fuqia punëtore. Sepse një projekt gjigant, sikur që janë autostradat të cilat zhvillohen dhe ndërtohen në Republikën e Kosovës, ato ndikojnë në blerjen e produkteve, në ndërtim, në fuqinë punëtore, në çdo mekanizëm sa i përket zhvillimit dhe ndërtimit të Republikës Kosovës. Për fat keq kemi pas vendime do të thotë të njëpastjeshme të dëmshme që situata në të cilën në bëret biznes në Republikën e Kosovës është tepër rënd dhe kjo të cilën sot po e diskutojmë me juve. Faleminderit shumë që ishe sot pjesë e Rreth e Rrotull dhe arritëm që të bëjmë një diskutim mbi gjendjen reale të cilën e kemi sot. Faleminderit shumë. Ishëm në këtë pjesë të parë të emisionit ku diskutuam në lidhje me çmimet në tregun kosovar, si pasojë e zhvillimeve në botë. Shkëputemi për pak minuta